والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Imam Bukhariu në librin e tij Al-Adab al-Mufrad se Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu një herë i tha shokëve të tij: "Innakum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu, qalilun khutaba'uhu, qalilun su'aluhu, kathirun mu'tuhu, al-'amalu fihi qa'idun lil-hawa." Thot ju jeni duke jetuar në një kohë në të cilën ka dietar shumë, e ka ligjërues pak, ka ata që lypin pak, e ata që japin janë shumë. Vepra në këtë kohë është drejtuese dhe orientuese e egës dhe epshit të njerit. Pastaj thot ose yati zamanun min ba'dikum qalilun fuqaha'uhu, kathirun khutaba'uhu, kathirun su'aluhu, qalilun mu'tuhu, al-hawa fihi qa'idun lil-amal. Do të vi një kohë më vonë ku do të ketë dietar pak, e ligjërues shumë, do të ketë lypsa shumë, e ata që japin pak, dhe epshi, ëndja dhe e kojtmja është dirigjuese edhe është orientuese e veprës së njerit. Pas e thot i'lamu anna husna al-huda ose husna al-hadi fi akhir az-zamani khairun min ba'd al-amal. Dijeni se udhëzimi i mirë, udhëzimi i drejtë në atë kohë që ka më ardhur është më i mirë dhe më i rëndësishëm se sa disa prej veprave të mira që i bëjnë njerëzit. Dashur vëllezër, kjo fjali e Abdullah ibn Mas'udit, ky margaritar, është shumë i rrallë për dy arsye. Arsyeja e parë është se ka disa transmetime për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që e japin çit sinjal, në disa rrugë transmetimit shumë për të janë dobta, por ka disa rrugë që janë të deri dikun të forta, që tregojnë prapësisht një ngjarje të ngjashme, qysh po e tregon këtu Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu. Dhe e dyta që thot Ibn Hajar rahimahullah në librin e tij Fathul Bari, thot që këto fjalë që i thot Abdullah ibn Mas'udi për në të ardhmen, aludon se i ka dëgjuar pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se nuk ka mundësi me ditë ai me mendjen e tij ajo çka do të vjen më vonë. Dhe në të dy rastet e kallzon një dallim mes gjeneratës shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe gjeneratave që vinë më vonë në tri çështje shumë interesante. Të trijat i kije sabah e akşam në jetën tonë. Të tri çdo dallime që i ka kallzuar Allahu Mesudi pe atëherët, i ki sabah e akşam në jetën tonë. Thot jeni të jetu me një kohë që ka dietar shumë. Llafazana pak, kështu me thonë në gjuhën tonë të përditshme. Shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që dini kanë fol pak, kanë ditë shumë. Kanë fol pak. Njerëz që vinë më vonë, din pak, folin shumë. Po këtë arsye në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pas shumë dije, po ka pasën pak guxim për me dalë dhe me fol. Pse? Se e kanë ditë që kjo është amanet i madh. Po këtë arsye, kur e këshir udhëzimin e shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në, për shembull, në mësimin e Kuranit, e shef që është dallim i madh shumë. Shëshat Abdurrahman ibn Aufi e disa sahabi tjerë thotë, nuk i kena mësu ajetet në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pa punu me çfarë ai kena mësu.
Thotë çdo herë kena pas traditë të mësu ka 10 ajete, jo 100.000, 10 ajete. Tani kena kështu çka ka me punu çdo që në 10-ve. Tani kena mësuar 10 tjera. Tani kena mësuar 10 tjera. Tani kena mësuar 10 tjera. Pse? Qëllimi ka qenë qysh me e praktiku në jetën e tyre kjo që ka zbrit për Zotit. Por këtë arsye ju në fuqaha, ju në ditur që kanë ditë, që kanë kuptu fen, dispozitat e fesë, meselet e ndryshme të fesë, i kanë ditë pse? Se kanë mësu për temelit tamam që çdot. Mi për ditën ku nuk kanë dalë edhe me e shfaq vetën edhe më mënu me kallëzu që ata janë më diturit e botës. Pse? Se këta nuk e ban i dituri. Këta e ban veç ai që nuk ka dije. E do që vllazni paramenone në kohën tonë me bo vakia na me pas një projekt veç 10 surat e fundit një vjet mu munue çdo herë mi lexu me përkthem edhe 10 surat e fundit me këshyrën çka kanë to që unë e moj një jetën tem praktike me përfitu për të në. 10 surat e fundit. Jo kitë Koranin. Ndryshe kish me qenën qasja jo ndaj Koranit me pas veç të surat e fundit me janis. E do që vllazni, dallimi i parë mes gjeneratave të hershme, sahabeve, edhe ato që ka kanë nërë mas tëne, ka qenë dallim dije. Dallim esencial. Që aty ku fillon baza e fesë, dija. Ata kanë ditë shumë, po nuk e pa shumë ligjerus, si cili të kallëzue të mundu përkundrazi. Nëse e kanë pa që i vllai tëne, shoku i tëne, ashtu vë për një mesele, ka thonë elhamdulillah, krytike. Ma heki barën kë, se u kanë desh tani unë me folë. Jo mu shty, përkundrazi, mu shty cili pe kryn edhe pe merë përgjithsin. Po këtë arsye thot Imam Maliku, kum gjetë thot në kohën tem, thot kum gjetë thot raste thot që i kena vetë hoxhallar për një mesele, thot ju kohën 30 dietar me dine, thot se cili më ka thonë shko vetë e filanin, derisa ku marrë te i pari që ja kom nis me vetë. Se cili ka desh me hek pe vetë ka thonë shko vetë e filanin. Derisa më kthyet atë te i pari. Pse? Se përgjithësia dijes është përgjithësi e madhe. Ai që e kupton dijen, ai ka qasje ose ka shije të dietarit. Ai që se kupton dijen, ai tani ban hegare edhe me feje edhe me këtë asaj ka para vit. Atë do shollazni, dallimi i parë është që kam pas dije shumë edhe kam fol pak. I dyti, për mos më zgjat shumë, ka pasën pak lypsa e shumë dordhonsa. Kjo cilësi interesante shokët e pejgamberit alayhis salam. Dy vetit bukura, 2 vetit mira. E para të përmbajtur nga lypja, s'kan desh me lyp. Veç kur ju ngushtu mos kam pas kam ja majt. Edhe e dyta bujar shumë. Nëse ka arë pyetje tani me lyp dikush tani më mos u tot. Mos u tot më. Se nëse ka pas ai e kalon vetën keq edhe pa ta kry punën se kalon. Mi po, për shkak se jun kundën ka pas karakter ndryshe, ka pasën nivel ndryshe, standard ndryshe, vetës vet. Karakterin e vet e kanë pas ndryshe, nuk kanë lyp veç pejzorit madh. Për këtë arsye çka thot Allahu në Kur'an kur i përshkruan? Thot wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kur i përshkruan banorët muslimanët e parë të gjeneratës sahabeve. Thot i japin përparësi tjerëve edhe nëse vetë kanë nevojë më shumë se aty që kanë përparësi. Jo që ka nevojë njëjtë, ose jo vetë që ka nevojë, po ka nevojë më shumë se ai. Ky është më nevojë le dhe thot ja thot çu te vllav jam thot se unë s'kam nevojë. Kurse ky e din që aty që i ka dhënë përparësi, ai ka më pak nevojë se ky vet. Amo pe i bujarisë të madhe, domethënë kanë qenë kësaj. Për këtë arsye në kur e komplemente të tregimi i Abdurrahman ibn Aufit që i ka thonë ai sahabiu ai ansari që i ka thonë
kur ka shku ky pej Mekës, Medine, pa kur hiç, ka bu hijret me dur xhepa që është Mena, ai pe bujaris të madh i ka thonë po ti jep çka i kam gjysën pedojnë për gjysë. Do të thotë pasuri pedoj për gjysë. Gjysa për veti, gjysa për ty, të koft. Abdurrahman ibn Aufi si ka marrë asnjë cent. Ka thonë ja. Ka thonë ti veç kallëzo mu ku është tregu, çikash. Ma shumë s'po du për ti. Tash paramendon e vllazni, ka moment dietar, paramendon e çfarë bujarie. A ma shumë më çudit me bujarinë e atij që i jep gjysën e pasurisë një njeri që ka ardhur prej Mekës, edhe se ka kur gjas familja, as kur hiç. A këtina që ka ardhën emigrant me dur në xhepa pa kur hiç, edhe s'pe panon asnjë cent. Kjo është bujari ekstreme, kjo është krenari ekstreme. Kjo është bujari ekstreme, gjysën e pasurisë më ta dhon, pa të njoft hiç, pa të pas kur veç vëlla musliman. Kjo është vetë përmbajtje ekstreme. Që thërë kur ki mas shumë të nevoj, asnjë cent se merr hiç. E tash, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk kanë lyp, edhe ju në rujtën që nëse lypin edhe kur ka nevojë, nëse lypin mos po hin dales. Pi lypin njerëzve s'po mbështeten te Allahi. Ju tut. Edhe kur kanë pas nevojë, pse kjo halium është. Për këtë arsye Allahu kur i përshkruan këta besimtar, me një ajet tjetër, thotë yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Ai që nuk i njeh, menon që janë pasunik. Prej përmbajtjes që ata janë fukara, kanë nevojë për ndihmë. Po janë aq shumë vetë përmbajtur që kush nuk i njeh, thotë jo, por ky pasapun mirë. Ky ku ka, se si ka sta jep shansën hiç me menu që ai ka nevojë. Ky shpirt është i nar vllazni. Ky shpirt është i nar, mos mu thy hiç, edhe mu kallzu krenar me gjendën që ti na është e ki gjendën shumë tron. Kjo është një pazar shumë i lartë. Pra e kallzon dy gjësi të bukura, edhe bujaria që kanë dhonë shumë, po të njëjtën kohë edhe vetë përmbajtja që nuk kanë lyp. Kanë duru, kanë hek gjendje tron, au me lyp s'kan lyp, veç prej zorit më të madh. Pastaj thot el amalu fihi qaidun lil hawa. Edhe kjo një dallim shumë esencial. Udhëheqës, drejtues i tyre është vepra e cila e ka drejtu epshin edhe nefsin e tyre. Veprën e kanë qitë përpara. Ajo kundën udhëzuesi, ajo kundën drejtuesi i tyre. Jo nefsi edhe epshi. Dhe kjo dashur vllazni, kjo është një prej temave më të rëndësishme me cilat ka ardhur shpallja. Me kundërshtu nefsin. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Kush i friksohet qëndrimit para Zotit dhe e ndalon veten nga epshi, nga këndja e tij që vjen pi epsht. E ndalon. Fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ky e ka xhenetin dhe në strehim të tij. Këtu është një pikë shumë e rëndë. Shokët e pejgamberit sa më kanë thënë ç'kjo vepër është mirë me bë? Po. Sfidat, sakrificat nuk i kanë menu. Kjo është dallimi. E kanë këshirë veprën, nuk e kanë menu sfidën e sakrificën. Na e menojmë sfidën e sakrificën tani e këshirëmi çfarë vepër është. Ja, s'mujmë se e menova, po s'mujmë se kjo është, s'mujmë me buheq. Ata se kanë këshirë. Pse? Se ata i ka udhëheq vepra e mirë. A vepra e mirë, po, që të ty me shkone. Po nashti ka sfidën, nashti ka, po unë e di, po unë s'kam tjetër opcion. Unë tjetër mendim s'kam, unë tjetër rrugë s'kam, që të ty me shku. Se që kjo e mirë, përfundoj tema. Vepra e mirë i ka udhëheq. Jo vallaj që tu moj se që tu e kam malet. Që tu se di, që tu s'moj. Që tu, ja, këtus, që shmelon punën. Qysh mos me bo këtë tregtitash, pe ti që i ka mata, mu qysh mos me bo. Kam ja majt. Pse mos me bo? Pse me bo? Se epshi. Po dohet me bo, se po ki qef, me fitu. Jo diçka tjetër. Këtë arsye dashur vllazni, kjo është temë kryesore, kjo është krye fjalë, kjo është krye titull
që njeriu më mundu me kundërshtu epshin edhe me elonën atë urdhën e Zotit, veprën e mirë me elonën udhërrëfysin e tij. Por këtë arsye disa dietarë as lart kanë shku në këtë pikë, saqë kanë thonë çdo temë që të del përpara, nëse i ki dy rrugë, zgjedhet çaja që e kundërshton epshin tonë. Çata mirë, edhe nëse nashtja e tjetra është e lejuar, ka thonë ndosht. I ki të dy ato, me bosh ta më bëj çeta, vallahi çtu e kisha bëu se këtu kam edhe dobi. Pe baj se kam edhe një përfitim tjetër, jo, çta mos e bë. Po lejuar është, po mos e bë megjithatë. Pse? Se kanë thonë dietarët megjithatë epshi qysh do kohë pa çti pak llugave nuk ka mos. Kështu që sa më shumë që janë ale prejnë që të rrugë, çaq më shumë je i rujtur. E tash banë mend ndoshta vllazni çfarë koncepti ose çfarë qasje ndaj fesë Allahut. Allahu po lyp diçka vepra, që kjo ka qenë ajo qasja e sahabëve me citatet. Apo lypët që kjo po lypët. U kri mohabeti. Që kjo është udhëzimi jam, që kjo rruga jame, s'kam tjetër opcion. Masjitina ka më shku. Masjidi urdhit ka më shku. Po ka mundësi tani epshi, nefsi, ajo e kjo, kreta ka mundësi janë vështira monet që kjo është për mua. Që kjo është sakrifica për mua. Për këtë arsye dashur vllazni, jam kënë gjendje me lonë çdo sen për hir të Allahut. Çdo sen sikur mos e pas kur një farë vlere, tamam kështu. Për këtë arsye Allahu kur i po shkon thotë i kanë lënë thotë familjet e tyre, pasurinë e tyre, shtëpiat e tyre i kanë lënë Mekë. Për hir të Allahut dhe për dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E kanë kundërshtuar çdo të mirë dhe joshje që e kanë pas për kësaj bote. Për shkak për me arrit kënaqësinë e Allahut. E dashur vllazni, nuk është i njëjtë që ky person me një tjetër që tan jetën rën cept haramit edhe të halalit. Edhe nëse është praktikues i vesë. Vallahi që tu pak umra, po do të më bekëshyr, nashti keton vazhdoj pak. Që tu hinë në haram, po s'kam shka me bu, tani kthejnë apet. Kjo nuk është pazar, dashur vllazni. Kjo nuk është pazar e njerëzve që e kanë seriozisht temën. Vazhdimisht me këshyr, që tu mos po bëj, jo. Jo, nëse je qështu atëherë ti e ki pazarin shumë tolt. Ti si jetë e kuptu në realitet hiç mesazhin që Zoti e ka thënë për njerëzit ose je çaq i dobët që mesazhi i Zotit edhe ndikimet e kësaj dynjaje ta kanë humb busollën krejt. Pastaj thotë Allahu Mesudi ka thënë atë anën tjetër, 3 sene tjera që janë kundërta me këta, thotë do të vi një kohë, thotë që ka me pas ligjëruese dhe llafazana sa dush. A mu dije dhe dietar ka me pas pak. Subhanallah. Këta e kanë thonë, kur e kanë përmend këtë fjalë Ibn Abdul Barri, që ka jetuar në shekullin e 4 Hijri, thotë na ka zonë kjo kohë, thotë subhanallah. Shekullin e 4 Hijri që ka qenë megjithatë dynjaja e mbushur me dietar. Paramenon kohën e sotit. Paramenoni që edhe neve me na paston para 20 vjetë që kanë mushfash dietarët e internetit me qindra me mija që si kanë jo kush në botë, kishim e thonë, jo vetë ç'ka mundsi ashtu. Kush i ngon? Kush ka mingue? Sa kush mingu se si një kërkush? Hoxha Nifët, ai a mu që e ku ka ardhë? Tash paramenosh farë ku e ka ardhë. Dhe më honë, njerëz që kur kush nuk e din as kush është. As nuk e din kur një farë qasje, kur një farë dije s'ka lidhje me atë personin, ai del dhe fol për krejta problemet e botës. Edhe me gabu, këtë normal. S'ka problem. Ku më boj ijtihad, ju mundu me aqëllu ku më gabu, kjo leju më ashtë. Të bënë e qëtë vetën pozitën e djetarit, se pejgamberi ka kallëzuar që djetari nëse gabon, e ka 2 sevap, nëse ja aqëllon, i ka 2 sevape. E kjo qëtë vetën që aty, që unë ju mundu me aqëllu, po ku më gabu, kështë që s'kam. Pse? Se ka hup frika dhe droja për Allahit. E tash ka folin, një kallabllak. Qëtu në xhami, mesele që të kallëzojnë vllaznia ka një kallabllak. Po mi thonë dikojna veç pak që ky që tash gaboj namaz, çka do të me bo? Thotë nuk e di. Pse? Se kjo është dije. Që ky personi tu lexu Kur'an çështu ja boni, a lejot as lejot, nuk e di. Pse? Se kjo është dije tani.
Po këtë arsye thot një shekh thot herë thot të ushtit me zveti për një meselë të fikut. Tash pedia më ul para se më fal dy rekata, kështu diçka. Thot hallaka më bën thot kur erdh puna me dorë namaz, i thash lënë çit mesele, cili po dini ju me fal namaz, thot jo vallahi se s'di mirë me lezu Kur'an. Thot ja, lënë ato mesele që mësojnë në Kur'anin. Sot gojmë për veten e juve, me ditë me lezu Kur'an namaz. Hiç pa hi mesele tjera. Thot pse ne shtan herë thot tani hini mesele tjera, thot edhe polano edhe kallzoni banu shuyukhat e Islamit, hoxhallarët e Islamit. A dhe do shullazni me fol, me kallzu, me filozofu është lehtë. Pse se secili thot mendimi jam, edhe ç'ky është mendimi jam, ç'shtu më menja, ç'shtu më duket, ç'shtu. Kur ti jam pyetje dia, tani është rënë se aty do të më pasën, aty do të më pasë informacione të sakta. Aty do të më pasë argumente. Aty s'ka tani më veç ka teku ty në kry, ç'ashtu është, edhe s'ka problem. Jo. Atëherë do të më pasë argumente tamam, drejt për drejta. E nuk ka mundësi dashur vllazni, me pas dije për fe, pa ul me mësu dijen edhe fen tamam ç'është mësohet, ç'është mëson betar klasën e parë. S'ka mundësi me pas dije për fe. Mundesh me pas informacione. Mos pas informacione, po dije për fe nuk mundesh me pas pa e mësu pe ajës B, C, D, R komplet. Ose s'po ato gjërat elementare që duhet me ditë cili për muslimanëve. Pastaj thot, do të ketë lypsa shumë e atësi çka japim pak. Dordhonës pak. Pse? Për arsye se kjo është peshejave të prishjes së njerëzve. Një peshejave të prishjes së njerëzve që ka thonë pejgamberi do të shfaqet te populli im më vonë, do të shfaqet egoizmi. Që ko qef me pas për veti. Nuk ko qef me jodhon tjerve, nuk ko qef me dame tjertë. Krejt shoqënia më konë rreth ti, s'po tham një person, 10 vetë më konë rreth ti, fukara për toke, veçaj më konë pasionik, i knasht ashtë. Rahat ashtë. Rahat ashtë, do më nuk i prishet qefi, hiq. Kurse kjo, hiq po tham me islam, kjo nuk shkon, nuk korespondon kjo as me njerëzi. Hiq pa hi me islam. Për shembull shokët e tu të afërt, mos me pas ty me pas më konë këtë në rregull, këtë mirë më konë. Kur mos po të prish qefi. Pse? Se egoizmi ma vonë, sa herë që largohesh pi shpalljes, egoizmi është më i madh. Ajo kooperacia shtohet, edhe pse shtohet pasunia, shtohet edhe kooperacia. Po këtë arsye shtohet mes njerëzve kooperacia dhe na shtin njerëzit që ata që lypin shumë, dy cilësit këqija, ata që lypin shumë, s'bën me lyp, se nuk janë për me lyp. Shumica aty nëse janë për me lyp. Po në njëjtën kohë tani edhe shumë pe këtyre të tjerëve, një shumicë e madhe në krahasim me ata që kanë qenë më herët, pak japin nga ajo çka bujnë me tonë. E kjo është ajo që thash, na të trija ato i përjetojmë. Edhe e treta poshtë shumë e rëndë thot, udhëheqës në vepra, tash jo vepra, po udhëheqës në punë është hevaja, nefsi. Jo vetëm me kundërshtu film. Kjo është shumë e qartë, më thonë dikush qërëve filoni e ka ditë që kjo është haram edhe se ka një. Po, se ka një se epshi, parja, biznisi, jeta, fama, kjo është normale. A dini vllazni çka është hala më e keq? A di çka është më e rrezikshme se jo hala më e keqe? Se kjo është më e keqe që e kundërshton fen drejt për drejt edhe stanin, po a di çka është më e rrezikshme? Më e rrezikshme është kur ti e pason epshin, tu e pretendu edhe tu mënu me ndreq kishe jetu e pasu fen. Kjo është më e keqe. Shkon për shembull, edhe i vet 5 hoxhallar për një meselë thot ndalume, haram. E gjon 6 thot halal. Edhe thu po bajka. Ti nuk je tu e marr fetvën e hoxhës, o dash Allah. Ti je tu e marr fetvën e epshit. Ti je tu e marr fetvën e nefsit. Pse se ty po të konvenon që kjo. Jo që ti je tu e kshir tamam çdo, po ti je tu e kshir epshin qysh me plotësu, që epshin me shku për mas, se ti po duhesh me bleqit ta, po duhesh me hiqit biznes, po duhesh me boqit ta, atëherë ty po të qon, po të orienton, po të drejton epshi. Kurse qitati e nxet e lidh edhe e ngjyros me fe. Çka është e rrezikshme. Ajo tjetra po dihet, ai që kundërshton fen, për shkak epshit, ajo mua është e qartë e njerëzit. Po kjo që ti munohesh me kënaqë epshin tonë do të njëjtën kohë me rregullu çështën me ndreqi, po.
Çështo për shkak fese, jo për diçka tjetër. Për shkak fese jam të e bosa, për ndryshe. I shkon tjetër çështje. Pastaj çka thot Abdullah ibn Mesudi, këshilla e fundit, thot dijeni se në atë kohë, domethënë kohën mas kohës sahabeve, thot udhëzimi i drejtë. Thot është më i mirë se sa disa për veprave të mira. Allahu akbar. Me pas rrugën e drejtë, me qenë i drejtuar në Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim është për qëllim Kur'an, në Sunet, në rrugën e dietarëve të umetit islam, që kanë ecë në rrugën e drejtë, pa hina për rrugica, pa hina për grupacione, pa u bëna për fraksione, pa u bë pjesë e rrymave të ndryshme bashkëkohore dhe jo bashkëkohore. Kjo është më e harë doshë vllazni se mu mënu me bëve vepra të mira dhe me pas lloj devijime në kry. Allahi filoni, mashallah, çfarë muslimani është. Namaz, tesbih, ashtu, kështu, kur ta kshësh fëmijëve vetë sa kam mësuar shahadetin. Plus për shka, thot janë të lirë secili, çfarë do të bëjnë. Domethënë ka hin kry rryma e sekularizmit. Një për rryma më të rrezikshme të kohës sotit që e shkatron fenë e njerit nëse nuk i rrin gati. Ose shahadetin është ja ka mësuar, por nuk e ka mësuar fenë, nuk e ka mësuar namazin, nuk e ka mësuar gjërat elementare të fesë. As e ka pru në xhami, as nuk u lodh për atë punë, kurse vetë na shti, vetë thu, mashallah. Çdo vepër që ai bën të mira, me siguri të Zoti, te mes tij dhe Zotit, mi po çdo vepër ti të mira nuk kanë vlerë më shumë. Çdo vepër nafile që ai bën, nuk kanë vlerë më shumë se një person që nashti nuk ka nafile sikur ky, po e ka udhëzimin e drejtë. E din çka është halali, e din çka është harami, e din se janë kufijtë e Zotit, edhe mënohet më rujtën prej devijimeve dhe mënohet me nejt në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse ka thonë Abdullah ibn Mesudi në qitë kohë, që ka me arë ma vonë, ata që rrinë në udhën e drejtë, në udhëzimin e drejtë, janë ma mirë, se sa disa për veprave të mira. E pse ka thonë për kohën e shokut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Se s'ka pas devijime atëherë dashur vllazni. Atë s'ka pas devijime. Në fund shekullit tretë, në fund shekullit dytë, gjenerata e tretë kanë filluar me dalë devijimet mesin e muslimanëve, çështja e Ibn Taymi rahimahullah. Kështu që s'ka për ata shto vepra të mira sa dush, se rruga është e qartë. S'kan pas problem në rrugën, në menhexhin, metodologjinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ma vonë kanë filluar me dalë devijime, tani njerëzit kanë nisën secili me u bë me një grup, dhe secili grup ka menuar që ai është më i miri në dynjat. Edhe pastaj kanë ardhur lloj rrymë në botën islame. Dhe na shpesh kemi përmend rrymat e liberalistave që kanë ardhur me kalimin e kohës, kanë hyrë mesin e muslimanëve, rrymat bashkohore që i ka sjell perëndimi e që i ka pruar në për xhamia mrena, e që faktikisht këto janë prej devijimeve të rrezikshme që i ka nosur muslimanit edhe fesë e tij. Andaj dashur vllazni, krejt si rumbullaksim i kësaj, ndoshta me rumbullaksu, është shumë më rëndësi me u lidh vazhdimisht me dijen, por me dijen e saktë, cila është ndërtuar në Kur'an, Sunet dhe në fjalët e dietarëve të umetit. Pastaj me rujt udhëzimin, edhe mos milon shumë hapësirë nefsit. Mos milon shumë hapësirë nefsit se mund me bë gërdin jetën tonë. Po mundu vazhdimisht me pas kontroll vetën që me rujt nefsin, mos me lon me qenë timoni jonë që na udhëzon në drejton rrugën. Allahu e di më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad.